Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me zëvendësministre në detyrë Liza Gashi, ambasadorin Ilir Dugolli dhe konsullin e përgjithshëm Blerim Reka, zhvilloi takime me 10 kongresist dhe senator amerikan. Kurti në një postim në Facebook bëri me dije se prej këtyre takimeve 6 janë nga radhët e demokratëve dhe 4 nga Partia Republikane. Të pranishëm në takime ishin kongresistët Keith Self, Mike Lawler, Jim McGovern, George Latimer, Richie Torres dhe Kat Kamak, si dhe senatorët Gary Peters, Jane Shahen, Elisa Slotkin dhe Johnny Ernest. Në fokus të diskutimeve ishte bashkëpunimi Kosovë-SBA në fushën e mbrojtjes dhe zhvillimit. Kryeministri Kurti theksoi rëndësinë e mbështetjes dypartijake për Kosovën në Capitol Hill dhe falenderoi për angazhimin e vazhdueshëm të ligjvënësve amerikanë në raport me vendin tonë. Sa kaq, kryeministri i Kosovës do të jetë ditën e nesërme në fshatin Biçec të Kaçanikut për të dhënë përkrahjen e tij për kandidatin e vetëvendosjes për kryetar të komunës, Jeton Raka, dhe kjo vjen menjëherë pas vizitës në SBA. Takimi do të mbahet nga ora 20 ku pritet një pjesëmarrje e qytetarëve dhe përkrahësve të vetëvendosjes. Ky tubim vjen pas një vizite të Kurtit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shënuar një kthim të fuqishëm në terren për mbështetjen e kandidatëve të subjektit të tij politik në zgjedhjet lokale. Me moton nga Amerika në Kaçanik, VV po synon të jap një mesazh të fuqishëm për rëndësinë që i kushtohet kësaj gare lokale dhe për kushtimin ndaj kandidatit Jeton Raka.